Peshku i pjekur apo i skuqur, ja cili bën më mirë për zemrën. Peshku është një nga ato përbërës që kërkon kujdes në përgatitje. Nëse e skuqni nuk duhet të thithë shumë vaj, i pjekur nuk duhet të thahet shumë dhe nëse e zjeni, mund të dini si ta ruani shijen e tij. Po kështu janë edhe preferencat e njerëzve lidhur me recetat e peshkut të ndryshëm. Megjithatë në këtë video nuk do të flasim për shijen më të mirë të tij, por mënyrën e gatimit që ju dhuron më shumë shëndet. Ekspertët rekomandojnë disa mënyra të cilat favorizojnë më tepër shëndetin e zemrës. Cila është mënyra e gatimit për të mbrojtur zemrën? Shumë studime flasin për vlerat e omegës 3 që gjenden me shumicë të peshku, të cilat i dhurojnë shumë shëndetit të zemrës. Sipas ekspertëve, një studim i zhvilluar në Universitetin e Hanuit në mes të njerëzve të cilët e konsumonin atë, peshku i zjerë dhe i pjekur mund të cilësoheshin më të mirë, por gjithashtu nuk duhet të përmbajnë shumë nivele të larta të yndyrës.